Papa Franceskun kanë patur fatin të atakojnë nga afër jo vetëm politikan të vendit tonë, po edhe biznesmen të Shqipërisë. Një prej tyre është në lidhje të drejtë për drejtë përmes Skype-it në këto momente me muar zoti Kadri Morina. Përshëndetje, zoti Morina, kënaqësi jemi së bashku në këtë komunikim për t'i treguar edhe ju publikut se çfarë kujtime shëruani nga ai takim, besoj mbreslënës për ju. Përshëndetje, Ola, është kënaqësi dhe që ne kemi këtë mundësi që të prononcohem për atin e shet, ndjes past, qofti parajsës, për mua ishte një diçka e mrekullueshme në jetën time, gjë e cila nuk besoj se do përsëritet madhe, ka ngel një eveniment shumë impresionues, një eveniment të cilin do ta përqoj gjatë gjithë jetës me një drejtërim nga gëzimi, që unë pata mundësinë që në momentin kur Papa Francesku erën në Tiranë, ai zgjodhi restoran bar Pjacën që t'i gatuaj drekën e tij. Çfarë i gatuat, e kujtoni? Po, më kujtohet, aty kanë qenë 3 menu që kërkoi Vatikani, 3 menu peshku dhe 3 menu mishi, dhe Vatikani përzgjodhi fileto vici me lëng dhe salat. Salata ishte, e kërkonin insistimisht salat shqiptare. Është një salat e përzier me rukula, me trangu dhe domate. Pastaj Papa hang edhe një ëmbëlsirë, po mrekullia dhe qeshia mbi tort ishte se pas drekës Papa kërkoi kuzhinierin kush i ka gatuar dhe ngreti edhe gishtin dhe tha, është dreka më e mirë që ka marrë në jetën time. I pëlqeu kuzhina shqiptare? I pëlqej shumë jashtëmase. Më pas, ju zhvilluat së bashku një bashkëbisedim, pra si e kujtoni bashkëbisedimin me Papa Franceskun? Sa i thjesht ishte ai, se njerëzit që e kanë takuar thonë që ishte bësh njësh me njerëzit, ishte shumë i thjesht. Papa Francesku kishte një impakt të mahnitshëm, pasi sa takoje, buzëqeshja e tij, afrimiteti i tij, ishte sikur të ishte njoftë mbi 10 vjet, mbi 20 vjet më të. Dhe gjëja më e bukur ishte se ai kërkoi, me 2 minuta takim që patëm, ishte vetëm biseda për çeshjen e kuzhinës, ai kërkoi edhe kuzhinierin, por kërkoi që të bëjë një foto me të gjithë stafin e kuzhinës që i kishin shërbyer. Dhe në këtë moment ai ishte gjë e mrekullueshme, pasi djali im që e shihni ju aty, ishte vetëm 6 vjeç. Po esti klar, ju hodhë në qafë, ju shikoni impaktin e klar e Papa Francesku ndaj djalit, e cili edhe djali në atë moment ka qenë fëmijë i vogël dhe nuk e kupton të vetë se çfarë bëj, i ka vut duart Papës dhe ka shtrëmuar fort, ku ka dhe foto tjetër që e bekon, dhe instinktivisht Papa të bën të për vete. Pra nuk patëm kohë që të bisedonim shumë me të, sa e foli vetëm për kuzhinën që ne i kishim gatuar. Gjëja e veçantë ishte me ambasadorët që unë i kërkova që a ka mos i punej kamarier në momentin që do shërbe Papa, dhe ai më thotë, jo, zoti Morina, thotë ju dëni në tavolinë. Dhe me të vërtet, Papa Francesku ishte një njeri, nuk mund të them gjë tjetër fjalë më të mira për te, po një njeri madhështor, një njeri që rrinte vetëm për njerëzimin, një njeri që rrinte mbështetësit e varfrit, një njeri që ka mbështet paqen në çdo vend botës. Fatin unë kam pas që Papa Francesku kam takuar në audiencë për herë të dytë në Vatikan, dhe Papa Francesku, bile se kam tu, me ka quar edhe një medalje nga 4.000 medaljet që shpërndaheshin. Po, që shpërndaheshin, të 319 unë kam nga Papa Francesku të dërguar nga Vatikani. Por, nuk mbaron kjo eveniment këtu, pasi unë kam edhe i drejtërim tjetër për Papa Franceskun. Unë, si që dini dhe ju, unë kam quar shtatorën Nën Terezës në kishën metropolitane të Rio de Janeiros. Dhe mbas 6 muajsh, mua më marrin nga Vatikani në telefon dhe më thonë që Vatikani ka menduar për të bënë një mesh për ty në Rio de Janeiro. Dhe kjo mesh është mbajt, e ka dhënë në televizori ju në live, është mbajt me 18 dhjetor të vitit 2017, dhe surpriza që më kishte bë Vatikani me porosi të Papa Francesku ishte që ato kishin marrë një plakate, kishin mbuluar me flamurin kuqësi, kishin dërguar edhe një kardinal engas për këtë punë, është bën një mesh prej 3.000 vetëve. Dhe, kur kam dalë të kdera e metropolitë kishës, unë kam gjetë plakatën të vuar në mur, Kadri Morina, mik special i Papa Francesku. Dhe sot e kësaj dite, ka dhënë dhe Blendi Veziu që ka qenë atje, sot e kësaj dite e plakatë është aty. Pra, emocionet jashtëzakonshme, apo jo? Emocione, Papa Francesku si ishte vetëm i krishterë, ishte i muslimanëve, ishte i ortodoksëve, ishte i të gjithë feve, mbi gjitha, ishte i gjithë njerëzimit. Si u ndjek ju sot kur morët këtë lajm? Faktisht nuk e besoja, pasi ne ndjekem dje, ishim edhe të katedralja dhe ndofta shpirt mallësia e tij e qoj që dje
të mos prishe ato pashk të bukura dhe Perëndia e mori sot. Pra edhe kjo është një domethënie e madhe i cili la të gjithë njerëzimit të festojnë Pashkët dhe Perëndia diti kur e mori dhe e mori sot. Ai mori vetëm trupin e Perëndia të Papa Franceskut, por jo jo veprat. iden, jo veprat, jo përkushtimin e tij për njerëzimin, i cili do ngele në historinë papale me ato përkushtim që kishte për njerëzit. Mund kujtohet të thirrjet që bante për Gazën, kujtohet thirrjet që Gaza e musliman, thirrjet që bante për Ukrainën, janë ortodoks, thirrjet që bante për përmbytjet, thirrjet që bante për të varfrit. Pra ishte një njeri, nuk mund të themi veçantë, po super i mrekullueshëm dhe uroj, po vështirë është që një pap i tillë Të zëvendësohet. Unë shikoj që ajo foto është kthyer në pikturë tani. Është pikturë ajo pas krave tuaj. Kush e ka kthyer në pikturë? Kush e ka pikturuar me aq mjeshtëri? Te ka kthyer në pikturë i ndjeri piktor Mërteza, me nuk ka di familje, është një piktor i famshëm, dhe kjo pikturë ka bërë xhiro në botës. Dhe kjo fotografi Ola është në Muzeut e Vatikanit. Pasi është një foto rastësie që ban një fëmijë që e takon rastisht dhe për atë impakt që jep edhe një fëmijë Papa Francesku është marrë kjo fotografi e çastit. Ju përmend nga Vatikani kjo fotografi. Oh, bukur. Po. Zoti Morina, ju përmendet pak më parë Nën Terezën, të madhen Nën Tereza, që sigurisht për ne shqiptarët emri i saj është simbol, patjetër. Çfarë domethënie kishte ky emër për Papa Franceskun? Domethënia ishte aq e madhe sa kur merr vesh që i njëjti person që i ka dhënë drejt në Shqipëri ka qenë Nën Terezën në Rio de Janeiro, e cila është përballë statues Krishtit dhe aty është shtatorja e Papa Vojtilës, ai vendosi të dërgojë një kardinal në Rio de Janeiro, Enkës, për të marrë një mesh për Nën Terezën dhe për këtë shqiptare kaq të madhe, po që edhe shqiptarët janë kujtuar për ta quar në Rio de Janeiro. Dhe në Rio de Janeiro Nën Tereza ka shkuar për arsye se atje janë 200 milion katolik. Dhe ato 200 milion katolik atë ditë morën vesh që Nën Tereza është shqiptare, se e dini maqedonse. E kuptoj. Pra kam fjalën, impakti i Papës për Nën Terezën ishte shumë i madh. Përdesa që kardinal në Rio de Janeiro për ta bën një mesh, për të do ana gjë shumë e madhe. Mund të bëni dot një krahasim, zoti Morina, mes Papës kaluar Ratzinger dhe Papa Francesku. Çfarë të veçantë kishte Papa Francesku? Ju që e keni takuar nga afër edhe keni shërbyer drekën, jeni njohur edhe me shijet e tij në kulinari, domethënë, kështu që takimet janë disi më të afërta nga të tjerët ndoshta. Me ke vuar një sikletë, një dilemë, po ditë thonë diçka tjetër. Papalet janë gjithë të shkëlqyer. Kemi Papa Vojtilën, kemi Papa Ratzinger, pavarësisht se Papa Ratzinger ishte pak më tepër konservator në momentet që duhet, por të gjithë papalet, ju e dini shumë mirë se ne kemi 3 papë nga Shqipëria. Unë kam marrë nga Akademia Bonificiane e Papapit, kam marrë titullin antar i Akademisë Nderit të Vatikanit. Por Papa në ndryshim me Papa Ratzingerin apo edhe me Papa Vojtilën, ky ishte më popullor. Unë kam pas fatin që mbasi jam bën mik special i Papa Francesku, unë kam shkuar në Argentinë, kam shkuar në atë vend ku e ka nis preftërimin misionin e tij, po. Misionin Papa Francesku. Dhe atje kishin një don që am tregonin mua çka kishte bëj për të varfrit. Don me të vërtetë një njerëz social për te papatit. Ishte një njerëz domethënë që thash edhe herë, ndofta shumë votë do i vije Vatikanit një pap i tillë. Se si ka vlerat e veta. Vetë këto, po të kujtojmë Papa Vojtilën ndikoi që të shkatërroi luftën e ftohtë. Papa Vojtilën mbylli gjithë njerëzimin në një jetë të konsoliduar në vitet 90. Dhe është ndikimi i papatit. Po kështu Papa Ratzinger kishte vlerat e veta, pavarësisht se ishte në ekran konservator dhe çdo njeri ka vlerat e veta. Por Papa Francesku ngeli i veçantë. Jo vetëm se e kam tokuar unë, por edhe mbi historitë që kam pa papale në Akademinë Bonificiane, që e më antarë nderi, domethënë ky ngeli një njeri i paharruar. Ai kërkonte paqen vazhdimisht në përbot. Këto ishin mesazhet direkte të tij, po në mendimin tuaj, sa janë dëgjuar nga politika globale këto mesazhe të Papa Franceskut? Unë mendoj janë dëgjuar shumë, pasi kam pas raste, pasi unë kam qenë anëtot luftës në Ukrainë. Bleni një rast në audiencë, unë papas i kam kërkuar njojë në Kosovës, pavarësisht unë jam biznesmen, vetëm i lavë dita mi thamë, dhe gjaja me bukur që ai më tha, ndigjo, tha, do i vije koha.
Dhe ajo kur tha, do vije koha është njësoj si 90-ën, po të thoshim ne Kosova është e çliruar. Kështu që ishte impenjuar dhe njerëzit e ndigjonin, por ke parasysh konjunkturat e luftra, konjunkturat e politika bëjnë të vetën. Por papati dhe Vatikani gjithmonë din atë që thonë dhe din atë që bajnë. E kuptoj. Ai nuk jeton më, si që thamë, por vepra e ti ka mbetur, edhe sigurisht që një pap si ai, i cili trumbeton të paqen, jepte mesazhe rini, se kishte fort për zemër rinin, duke parë si të ardhmen e çdo vendi, madje edhe për të rinjt në Shqipëri, konkretisht pa t'i lëshuar një mesazh, po nga ana tjetër kërkonte... Mesazhi i papës për Shqipërinë është shumë i bukur. Edhe Shqiponia tha fluturon, po kthehen të fëlen e vetë. Zogjë sa i bjen fëlen e vetë. Pra me atë dha që këto zogjë që po ikin do kthehen në Shqipëri dhe u luste rinisë shqiptare që një kohë të caktuar të kthehen. Gjë e cila po ndodh faktikisht. Gjë e cila po ndodh. Di pse thon po ndodh. Kam parë shumë të rinj që më pyesin kur shkoj jashtë, më thonë do vim në Shqipëri të bëjmë biznes. Kjo është gjë e bukur. Pse e kishte ai kaq fort për zemër rinin? Çfarë lidhje kishte ai me rinin, zoti Morina? Ola, një njeri social gjithmonë është i lidhur me rinin. Sepse rinia është ajo që t'jep shpresë. Fëmija janë ato që t'japin shpresë. Për shembull, mosha ime, jo ju e tjerë, po. Edhe ne japim shpresë, po nuk e japin shpresë, sa japin engjëjt tonë që ne kemi të ri. Ata janë njerëz që kupton që thuajnë ëndra dhe ato ëndra, ato i kthejnë realitet. Dhe këta bën vetëm rinia. Ndaj, duke qenë si njëri social, jashtë mase, i kishte shpresë gjithmonë i kthen të syt nga rinia. Ishte njëri që vunte për të varfrit, ishte njëri që mbronte njerëzit në luftra, ishte njëri që bante thirrje në çdo kohë dhe në çdo moment. Ju dini vetëm thirrjet që ka bërë për gazën, ato janë të manitshme, po mos harroni se po bante një pap. Po, patjetër, dhe her pas here krijoi ideja më shumë kërkon papa paqen atje se vetë shtetarët e gazës, po. Sa herë në total e keni takuar ju papën? Unë e kam takuar 2 herë. Një herë e kam takuar në Tiranë që i dhash bukë dhe një herë tjetër në audiencën e tij. Kush ishte më i veçantë? Ky i Tiranës apo? Faktikisht i Tiranës. I Tiranës. I Tiranës. Aty ka qenë një përvetor të Shqipërisë, që organizoi ambasada shqiptare, nuk e kam takuar vetëm unë, më kam takuar edhe biznesmen tjerë, dhe secili kishte drejt më i thonë vetëm një fjalë. Dhe fjala ime, ajo që unë doja dhe ndjeja, i thash, do ta njihni Kosovën, do t'i vi koha. Do t'i vi koha. Po familja juaj e ka takuar gjithashtu përveç djalit e kam fjalën. Familja juaj e madhe. Gjithë familja ime e ka takuar në Vatikan. Pasi në Shqipëri ishte kushte sigurisht shumë të ngushta, ishte vetëm Clarku që ishte 6 vjeç dhe një detaj shumë të thjeshtë të them, në djalin në nxorën prej jashtë se ishte fëmijë dhe shefi i siguritisë papës ishte mishu djali për 5 minuta, se kjo është edhe pak i shkallë dhe e njeh. E më thot ku iki Bambini? I thash iku Bambini se do vi papa. Pse ora tha? Bambini do vras papën shpejt, tha ma sill tu. Edhe ndodhe që ajo që ndodhe me këtë fotografi të mrekullueshme, që do jetë fotografi historike e familjes time. Ju e keni nderuar siç duhet. Një biznesmen që nderon papën është e bukur të tregohet. Po Shqipëria në gjykimin tuaj e ka nderuar siç duhet figurën e tij? Figurën e Papa Francesco të Shqipëria ka treguar me datë 14 mars të 2014 që mbushi sheshet, jo sheshe politike, po sheshet për me prit Papa Francesco. Dhe ju garantoj që aty kishte ortodoks, kishte musliman, kishte rini, kishte nga gjithë dhe nuk pyetën, është katolik apo është musliman. Dhe po aq, Papa Francesco ka merituar pasi udhëtimin e parë të tij të papatit e ka bërë në Shqipëri. Ai shoi një thirrje shumë të madhe dhe tha, në Shqipëri tha, nuk ka harmoni fetare, ka vllazëri fetare. Pra fjalën e vllazëri do anë çoj më tepër se sa një harmoni fetare. Në gjykimin po jepni tani, po jepni ju shikoni kalamajt që janë në qafën e baballarëve vetëm për ta parë. Dhe aty nuk kishte dalë as si politikan për të folë për politikë, por kishte ardhur Papa Francesco. Në gjykimin tuaj. Ashtë për të tepër për privilegjin që i dha Shqipërisë se udhimi i tij i parë jashtë ka qenë Shqipëria. Po, e di. Në gjykimin tuaj, a do mundet dot Vatikani ta ruaj këtë trashëgimi shpirtërore të Papa Franceskut, pra ta çojë përpara? Unë mendoj që po. Unë mendoj që po, pasi ka lënë shumë vlera në atë vend. Papa bani shumë reforma në Vatikan. Papa në momentet të caktura edhe u akuzua mos po del jashtë termit të tij, e kupton? Po ai e tha shumë bukur, tha,
Jo, tha, Vatikani është për njerëzit dhe neve du të reformojmë, jo të reformojmë në liturgji, të reformojmë në shprehjen e besimit që jep të tjerët. Momenti vështirë për mbar botën ka qenë, apo jo, zoti Morina, pandemia COVID-19. Sa pranë qëndroi Papa Francesku, të gjithë botës e kam fjalën, Dëgjoj, në ato momente më kujtohet në gjithë të ishin në për shtëpia dhe Papa Francesku pothuajse nuk ka kaluar një ditë pa dhënë një mesazh. Nuk ka kaluar një ditë pa dhënë një mesazh për gjithë botën. Gjithë cilën dha shpresë, mos u frikni, do kaloj, është një epidemi e cila shëndetësore, e cila shumë shpejt do kaloj dhe ato shpresa që jepte ai tek njerëzit ishin shumë me vlera. Ishin shumë me vlera. Për arsye se po i flisë një njerëz i madh i botës. Jo gjithçka bëhet paraja. Papa nuk po jepte para për pandeminë gjithë botën. Po shonte disa mesazhe të cilët ishin shpresë për neve dhe për gjithë njerëzimin. A ndikoi ai që t'i jap më shumë shpresë të rinjve sidomos? Ndikoi jashmase. I largoi frikën njerëzve. Ndikoi jashmase për arsye se po fliste një njeri, kupton që sot bota e shef me idhull, është kush është Francesco Ratzingeri apo Papa Wojtyla. Don ishte një njeri, kupton që me buzëqeshjen e tij të bante për vete. Vetë Perëndia që mori sot dhe dje nuk prishi festën e Pashkës, se normal nuk do ishin prish festën e Pashkës, po do ishin mërzit njerëzit. I latë të festojnë dhe Perëndia mori sot. Kjo është shumë të më thamë. Dhe fundit. Dhe ashtë me tepër që ai doli dje në audiencë. Po. Dhe doli duke mos fol, se ne mund të themi mund të ketë vdekje, e ka raportu sot. No. Ai doli dje në audiencë, i tha njerëzim dhe çoj Zoti që dalin në audiencë. E vërtet. E vërtet, edhe pse ishte në kushte të vështira shumë shëndetësore. Sot 7 mëngjesit nuk e besoj. Dhe e fundit, a mbani mund të ketë lënë ndonjë porosit veçantë në takimet që keni patur me të për Shqipërinë tonë? Jo, t'jemi sinqert, thash, nuk ishte as politikan, as nuk ishte në atë rangun. Pikërisht, pse nuk ishte politikan, ndoshta do ishte më e natyrshme një... Dikte që është shumë rëndësishme, që une duke dhënë dorën, duke bë një foto me te, i thëmë ati shet, do të njohim Kosovën, do t'i vi koha. Ajo fjallë, do t'i vi koha ishte shumë e madhe. Sot gjova presidente në Vjosa Osmani që pas apo deklaruar që do shkojnë në Kosovë. Pra, fjalla do t'i vi koha, që ka thënë para 2 vjeç do ani shumë rëndësishme, se po fliste një pap. Në kuptoj. Unë falenderoj shumë. Në gjova mediat e juaja, gjitha mediat, e kanë thënë shumë politikan, Papa Francesku ishte mik i shqiptarëve. E vërtet. Ishte njëri që i donte Shqipërinë, ishte njëri që i donte shqiptarët, ishte njëri që i ka dalë zot në çdo kohë kombit shqiptar dhe neve duhet të jemi mirënjohës për jetë. E vërtet. Faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim që realizuam së bashku. Faleminderit shumë dhe ishte kënaqësi edhe për juve dhe televizionin tuaj. Ju falenderoj edhe juve. Edhe një herë ngushëllim e Vatikanit, por është një shprehje. Të mos mërzitemi që Papa i shet iku, po të jemi të lumtur që e kishim. E vërtet. Faleminderit. Faleminderit zoti Morina. Ky ishte programi për sot. Faleminderit që na ndoqët nderuar shikues. Shikohemi sërish nesër në të njëjtën orë.